A e dini se kontrata mund të jetë ligjore, por e padrejtë. Nuk e kuptoj si është e mundur që ende ka njerëz që shkojnë direkt te noteri me duar dhe mendje në xhepa për të firmosur një kontratë pa marrë më parë një konsulencë të personalizuar nga një profesionist i tyre i besuar, qoftë ky ekspert përfaqësues apo avokati i tyre. Ky është një gabim që mund të kushtoj shumë shtrenjtë, sepse mos harroni këtë, noteri bën kontroll formal, ai verifikon respektimin e ligjit në kontratë dhe jo interesin tuaj personal. Noteri nuk është avokati juaj dhe nuk mbron interesin tuaj. Çfarë bën noteri? Verifikon identitetin e palëve, kontrollon formën ligjore të kontratës, siguron që akti të respektojë ligjin dhe i jep kontratës fuqi ligjore. Por noteri nuk negocion për ju, nuk rregullon klauzola në favorin tuaj dhe nuk mban përgjegjësi për pasojat që kontrata ka mbi të drejtat tuaja. Prandaj, një kontratë mund të jetë plotësisht ligjore dhe njëkohësisht krejtësisht e njëanshme. Mund të respektoj ligjin, por të dëmtoj rënd të drejtat e tua. Strategjia më e mirë ligjore, këshillimi para firmës dhe jo pas lindjes së problemit. Pyet para se të firmosësh, ruaje këtë video dhe më kontakton nëse ke nevojë për ndonjë ndihmë specifike apo pyetje mbi raste konkrete.